Përshëndetje miq sportiv të Onside dhe jemi përsëri së bashku sot për të analizuar një ndeshje shumë të rëndësishme, gjysmëfinalja parë që patëm fatin të shikojmë mbrëm mes Francës dhe Spanjës, por gjithashtu të analizojmë edhe gjysmëfinalin tjetër që vjen pas pak orësh mes kampionëve në fuqi të Argjentinës dhe Anglisë. Dhe ku ka më mirë si gjithmonë se sa ta bëjmë këtë analizë me mikun tim, mjeshtrin sportiv, zotin Elvi Sharra. Përshëndetje Lorenz. Përshëndetje Elvi. Përshëndetje, kënaqësi që jam prap këtu për të analizuar. Kënaqësia është e jona. Pas ndeshje le të themi, sepse para ndeshjes ne analizuam, pas ndeshjes që për thënë vërtetën u prit shumë në nivel sportiv, në nivel cilësie loje, por fatkeqësisht kjo ndeshje le ta themi që tani që nuk u ngjit në nivelin e caktuar. Që ta fillojmë kështu direkt sipas teje një koment në të ftohtë, po themi, ishte Franca që e humbi, pra nuk që e aftë që të imponoi ato cilësitë e veta, apo merit e madhe e spanjollëve? Unë them të dyja bashkë, pasi po më tepër merit spanjollë se sa franceze, se sa mos merit franceze, sepse ne diskutuam edhe dje që do ishte një ndeshje, pra e parashikuam që Spanja do kishte kontroll në topit, do kishte superioritetin le të themi në mesfush, dhe Franca do ishte një ekip që do ta prisë dhe do godiste gjithmonë në tranzicionin pozitiv. Kjo gjë u pa në minutat e para, pra u duk sikur loja mori një rrjedhë caktuar, por me kalimin e minutave Franca tentoi të merrte më tepër dominancë, por pa rrezikuar në vertikalitet. Pra tentoi le të themi të bënte lojën e Spanjës dhe ai ishte pikërisht momenti ku dhe gaboi, sepse Spanja e përballon shumë mirë atë lojë, pra i ka armët për të shkuar mbas humbjes topit në gegenpressing, pra është një ekip që këtë e bën më mirë në këtë botror, dhe Franca nuk diti të shfrytëzoi hapësirat që u ndodhen në krahun e djathtë me Yamal dhe me Poron, ku ishin dy lojtarë që tentonin shumë në fazën ofensive të krijojnë 2-1 në krahun e djathtë ofensiv të tyre, dhe këtë hapësirë nuk diti ta shfrytëzonte Franca. Unë të shkuar le të themi për një episod penaltie, i cili le të themi që ishte një penalti, është komplet një mosvëmendje e mbrojtësit, pasi në momentin që topi le të themi ka një lartësi të caktuar, pas kontaktit parë me kokë, ti patjetër që do ta shikosh, ta skanosh situatën rreth qarkëteje dhe pastaj të veprosh. Ajo komplet ishte një ndërhyrje që nuk pati asnjë lloj skanimi, asnjë lloj perceptimi dhe patjetër që ishte një çuditshme në atë lloj niveli. Është shumë e çuditshme sepse atë po i thoj edhe Danielit që është një problem pjesa një lojtar i mirë para se të vi topi gjithmonë skanon, le të themi në 2-3 herë, ka dhe lojtarë që skanojnë më tepër, por në fazën kur ti e kontrollon një herë topin me kokë dhe ti e din, se kur ai top ngrehet në ajër, ti e din se ku ai top do bie, e ke më kollaj, pra në vertikalitet kontrollosh situatën rreth qark, dhe ai nuk e bëri. Pra mbrojtësi dinje që le të themi ka cilësi, ka goxha cilësi në fazën defensive sidomos. Këtë rast i shpëtoi dhe e tham edhe dje që do jetë edhe ndeshje që do vendosen nga episodet. Ky është një episod që pastaj ndryshoi komplet rrjedhën dhe pastaj dalim nga gabimi i rreshtimit mbrojtjes ke goli i dytë, që ishte një gabim le të themi normal në futboll, mbase jo normal kur bëhet fjalë për këtë lloj niveli dhe për këtë lloj pritshmërie që ne presim të jepë Franca. Por dalim prapë ke pyetja për të dhënë një përgjigje le të themi të përmbledhur, që Spanja ishte një ekip që dominoi lojën, e çoi aty ku deshte, dhe pastaj taktikisht mendoj se pastaj Franca dhe Stoli do të kishte bërë pak më tepër nga aspekti taktik. Ashtu është, ne e biseduam pak edhe dje, kur folëm edhe për Lamine Yamal dhe se si ky lojtar pavarësisht cilësive që përfaqëson, është kthyer në një lojtar skuadre, sepse ndoshta aty brenda edhe lojtar me emra kaq të mëdhenj gjëja kryesore që janë që janë funksional për skuadrën, për ekipin, për lojën. Dhe kjo vjen, e kemi biseduar edhe bashkë, nga shumë vite punë, pothuajse 20 vite punë, që Spanja ka revolucionuar mënyrën se si e shikon futbollin që nga moshat. Patjetër që ka ndikuar, mendoj, edhe
konfirmimi i Guardiolës dhe guardiolizmi, nëse mund të quajmë kështu, por gjithsesi kam përshtypjen se kjo ishte një punë e filluar nga Federata Spanjolle, nga organizatorët e futbollit në Spanjë, edhe përpara Guardiolës dhe që nisi dha rezultatet e para duke filluar nga viti 2008, që ishte pas shumë vitesh, domethënë Spanja deri në 2008-ën, po themi në këto gati një shekull futboll kishte fituar vetëm një evropian, ndërkohë që nga 2008 sot, që kanë kaluar rreth 18 vite, ka fituar 3 evropian, një botëror dhe tani shkon përsëri si ndoshta favorite absolute në finalen e botërorit 2026. Dhe për të kthyer te kjo që isha duke thënë, Franca mu duk tepër mendje madhe, shumë e bindur në cilësitë individuale të lojtarëve të saj, që janë kampion pa diskutim. Nga ana tjetër, Spanja, edhe pse edhe ajo vetë rreshton disa kampion, si rasti Lamine Yamal, por këto janë shumë të dedikuar ndaj kauzës së përbashkët. Kemi edhe një toptar aty, Rodri, që ndoshta ishte më i miri për Spanjën për mendimin tim në aspektin taktik dhe sakrifica e lojtarëve spanjoll për të bërë gjithmonë gjon e dur, kam përshtypjen se bëri diferencën. Dhe këtu ne diskutuam edhe dje në episodin e kaluar që nuk e kishim parë asnjëherë nga të dyja skuadrat të kalonte në dizavantazh dhe pam që Spanja kaloi në avantazh dhe e mbajti, ndërkohë Franca nuk arriti dot edhe pas dizavantazhit që të prodhonte diçka që të ishte pak më rrezikshme dhe të rrezikonte më shumë. Tani ndoshta një pyetje kam edhe për ty. Ky rreshtimi njësoj i Francës me Spanjën, mos ndoshta duhet ishte parë pak në mënyrë më të kujdesshme nga Deschamps, mos ndoshta nuk ishte e nevojshme që të rreshtonte 3 trekuartistë dhe sulmues, po mund të kishte dhënë një mespushor më shumë, duke parë që ata, qoftë edhe pjesën e dytë, duke parë që ata tashmë spanjollët mesfushën e kishin nën kontroll dhe Tchouaméni, Rabiot, edhe Kone më vonë nuk arrinin dot që të ndiqnin ritmin e tyre. Mos ndoshta mund të kishte qenë më interesante dhe mund të kishte dhënë më shumë kompaktësi ekipit francez, një mesfushor më shumë, po them Kanté. Po, e drejtë kjo pyetje që shtron dhe patjetër që bashkohem me ty. Bashkohem me ty jo vetëm për faktin të numrave, por bëhet bashkohem me ty edhe për faktin e cilësisë. Bashkohem për faktin e numrave sepse pra rreshtimi ishte 4-2-3-1 në letër për të dy ekipet. Por problemi ishte që Olise në krahun e Francës ishte ai që rinte në zonën numër 10, pra aty në qendër dhe në zonën e djathtë. Pra është çështje zgjedhje, nuk ka asnjë lloj problemi dhe këtu pastaj hyn ke aspekti taktik që trajneri për mendimin tim Deschamps bezjolli gabim, sepse e pa për 45 minuta, le të themi 50 minuta që kjo gjë nuk funksiononte. Dhe në krahun tjetër kishim Spanjën, e cila kishte Rodrin, Ruiz dhe Olmon, le të themi që ishte numër 10 dhe Olmon ne rrallë pam në zonën e 10-shit. Pra vinte më poshtë. Pra ishte gjithmonë me 3. Kjo janë të superioritetin. Kishte edhe Yamalin që vinte, le të themi, i futur dhe kur vinte Yamali, le të themi, i futur në zonën e 10-shit, pra jepte një opsion dhe Oraiza Baljerite gjithmonë më vertikal. Dhe në të kundërën ku Yamal u hapte në krah, vinte 9-shit, le të themi, dhe krijonte 4 plus 2-shin ose 4 plus 3-shin. Pra ishin gjithmonë 1 ose 2 në superioritet. Kjo patjetër që për mendimin tim nuk ka zgjedhje prap gabim, por kjo nga Spanja nuk pati gjithsesi ndonjë efikasitet, pavarësisht ndeshja u fitua, por nuk pati, domethënë në konceptin siç e shikojmë futbollin, nuk pati ndonjë vertikalitet të madh me futjet në gjysmë hënë të Yamal apo të krahut tjetër. Pra ishte çik një ndeshje që thjesht u luajti në mesfush, nuk pati prap vertikalitet, edhe pse u zgjidhën disa episode. Por Franca, nëse ti zgjedh të sulmosh kundërshtarin, ose nëse ti zgjedh që ta dominosh kundërshtarin me atë që ti thua arrogancë e bashkuar, le të themi, edhe me çik me vetbesimin e lojtarëve, sepse po të shikoj minutën e 60, shikoj në fytyrën e tyre jo vetëm një qetësi, por shikoj edhe diçka që okay, do funksionojë. Dhe kjo është cilësi, le të themi, një ekipi, pavarësisht ndonjëherë gjërat nuk shkojnë mirë dhe është shumë e rëndësishme ta kesh këtë gjë. Por ti nga stoli teknik pastaj, nga stafi teknik dhe nga stoli ti kërkon patjetër një ndihmë. Dhe ndihma që ju dha, që ne diskutuam dhe dje që pse nuk luan Hernandez me Olizen bashkë me një krah, sepse janë të dy vertikal. Ndihma mund ishte kjo që u fut Çerki dhe
u mundua me Hernandez që të vinte në hapësirë nga mbrapa dhe deri diku ja dolën, pra i dha një lloj freskie, por kjo u bë shumë vonë. U bë në minutën 72. Dhe gjithë gjëja ishte që Franca humbi, le të themi, dominancën mes fush, nuk e kontrolloi, nuk zgjodhi të luante me strategjinë e lojës që ta priste, le të themi, pak Spanjën, sepse po të kujtojmë Spanja nuk është se pati raste që thuash dominante, gjuetjet në port, pra ishin, le të themi, episodet ishin pak a shumë barabarta. Por zgjedhja që bëri Franca duhet ishte pak më mbrojtëse dhe të mundon të shfrytëzonte hapësirën, sepse nëse ti pret më mbrapa, ke parasysh që ke më shumë metra përpara. Lojtarët që ke janë lojtarë që duan metra, ti të gjë do ta shfrytëzosh. Nëse ti shkon të bësh spanjollin, le të themi, kundra Spanjës, atëherë ti nuk e bën dot. Jo, e kisha më tepër tek një lojtar me karakteristikat e Kantes që apo edhe të Kones që më tepër e kisha në fazën edhe të rekuperimit më të shpejt topit, sepse e pash një moment që ata nuk ja dilnin dot kurrë. Domethënë Spanja nuk ta fal topin. Domethënë Spanja nuk bën gabime. Pra ti duhet të jesh shumë i aftë që të shkosh ta rekuperosh. Dhe ndoshta 2 mesfushor kundër shpesh herë 4 e vënë shumë në vështirësi Francën për ta rinisur aksionin. Edhe mendoj që domethënë edhe Spanja nuk është se krijoi shumë raste, por nuk duhet të krijosh shumë raste. Mjafton dy raste apo një rast e gjys. Le të themi se më dolën shtek këtu. Pse u izoluan Mbappé, Dembélé, Olise? Pra çfarë mendoni se nuk funksionoi këtu? Unë mendoj që rreshtimi i Spanjës, domethënë Spanja ne e thamë edhe dje, të dyja skuadrat do mundohen të imponojnë lojën e vet. Spanja arriti ta impononte, Franca nuk arriti ta impononte. Loja e Spanjës është më e vështirë në përgatitje, loja Francës teorikisht është pak më e thjeshtë, por duhet të jesh i aftë që ta rekuperosh topin dhe ti të nisësh këto lojtarë të shpejtë që ke përpara. Tani, edhe kur Spanja me vedije la 30-40 metra hapësirë, ti e pe Unai Simon 2 herë ku u ndodh që të bllokonte 2 aksione që mund të kishin qenë të rrezikshme. Pra e kishin përgatitur këtë dhe këtë pjesë. Pra ishin përgatitur që t'i lejnë edhe këto 30-40 metra kur janë sipër duke sulmuar, sepse ti e ke thënë, këta bëjnë një kundërpressing të frikshëm, domethënë e ke shumë vështirë ta rekuperosh topin, po edhe kur rekuperon e ke shumë vështirë ta mbash. Dhe aty po thoja pak më parë që ndoshta një lojtar i tretë me karakteristika më lufte si Kanté apo si Kone pak më përpara, në fakt nuk e kuptova pse luajti Tchouaméni, me thënë drejtën, sepse Kone ndeshjet e fundit më kishte pëlqyer shumë dhe më është dukur dhe më i freskët dhe më dinamik. Por Dembélé, sepse për t'ju përgjigjer pyetjes tënde, normalisht duhet marr disa element. Një nga elementet është edhe aftësia individuale apo gjetja e një ndeshje shumë pozitive edhe për disa individ, sepse Rodri bëri një super ndeshje edhe nga ana defensive, edhe kur mbrojtësit ishin të detyruar të ndiqnin tek ndonjë nga sulmuesit, Rodri ishte shumë i gatshëm që të mbulonte hapësirën. Nga ana defensive Kukureja, me thënë drejtën, më ka habitur, domethënë nuk e prisja atë lloj, duke patur parasysh që kishte edhe një karton të verdh. Bëri një ndeshje ndoshta jo shumë të mirë nga ana e sulmit, nga ana ofensive, po perfekte nga ana defensive. Edhe nga ana ofensive krijoi atë rastin e penaltisë, domethënë nga krau i tij Unis. Pra ti mendon se e fitoi Spanja ndeshjen apo unë mendoj që patjetër që e fitoi Spanja, kjo nuk diskutohet. Mendoj që nuk mund të mjaftoj, domethënë, fakti që e fitoi Spanja, sepse për mendimin tim tani ne normalisht bëjmë bisedë nga një tavolinë shumë komod, Deschamps i di më mirë këtë punë, por për mendimin tim mund të kishin mjaftuar 3 lojtar me tipare sulmuese dhe jo 4. Pra në këtë lloj ndeshje, duke pas parasysh që edhe Barcola nuk ishte fare edhe këtu, nuk e di pse u zgjoll Barcola dhe jo Ndue i dha pak ritëm më shumë në momentin që hyri, por mendoj që ndoshta e pe të paktën në pjesën e dytë që nuk po funksionon, që ti nuk po arrin kurrë të rekuperosh topin dhe të nisësh siç duhet,
atëherë mendoj unë mund të ishte qenë më interesante, për shembull, të kishim parë edhe një lojtar më shumë mesfush për të krijuar një çik më shumë prezencë në mesfush dhe pastaj ato të tre mund të kisha Olise, Dembele, Mbappé, gjithsesi janë të rrezikshëm edhe të tre. Pra po të gjej atë Chelsea-n se si ti aktivizoje, ato prap do të ishin të rrezikshëm. Ky është një mendim i im, domethënë ne kemi fatin tani që të diskutojmë për këtë gjëra, po. Kjo thua është shumë e saktë sepse rasti i Olises, pra ti nuk ke nevojë për katër, por shumë e saktë sepse nëse ti shikon që ato po të fitojnë superioritet mes fushë, atëherë ti patjetër që mund të kalosh dhe me Olisen, le të themi pyk të parë, false, pra të bësh një të një gjë që bën edhe Spanja me Oyarzabal dhe në momentin që ti e bën këtë gjë dhe mund të kesh pastaj luksin sepse me ato lojtarë që ke pastaj Mbappén, Dembelen që mund të lesh në krah për sulmuar le të themi ato hapësira që mbrojtësit e krahut spanjoll i lenin boshë, pra si Kukureja dhe Porro në krahut tjetër, pra lenin shumë hapësira dhe kjo mendoj dhe këtu pastaj nuk e zgjidh lojtarin fushë, këtu është stafi teknik, është madje as trajneri vetë, pra është ndihmësi, zëvendës ndihmësi, pra të gjithë me radhë që ndikojnë kjo pjesë kjo zgjedhje. Në fund fare patjetër Desham merr vendimin, por patjetër që të ishte bërë diçka në moment që ti kupton që ti po e humb lojën mes fushë dhe ku ke nevojë pastaj që të rikuperosh topin dhe ti e the shumë bukur që kundërpresingu i Spanjës, por kundërpresingu i tyre vjen sepse ato janë shumë afër në qarkullim topi. Pra ajo rrjeta 10-12 metra, 8 metra, pra dhe po ta humbësh ke 2-3 veta afër dhe shkon gjithmonë i pari që është afër topit. Dhe kjo mendoj se ishte Chelsea suksesit dhe pastaj ashtu siç e theti që pjesa e Francës që ato lojtarë, le të themi, aq cilësor, aq mirë që dhon drejt që ta hajde ndonjëherë që ti edhe nuk je në formë, pra. Po, patjetër. Por përgjigjja ime që thash e fitoi Spanja vjen edhe nga fakti që ka fitu Spanja 3 herë në 3 vite. Pra në 2024 fitoi Spanja, në 2025 fitoi Spanja, në 2026 fitoi Spanja. Dhe pra kjo skuadër, se paka shumë skuadrat me disa ndryshime të vogla, po paka shumë fizionomia e skuadrës ajo është, lojtarët kryesor ata janë, e ka mundur 3 herë. Pra nuk është më rastësi. Pra të ka mundur 3 herë në 3 vite. Në 3 herë në kompeticione të rëndësishme, domethënë Evropian, Nations League, botror. Si e shpjegon ti që një ekip që në statistika ka më pak driblime në të gjithë kompeticionin sa të tjerët arrin të fitojnë ndaj më të mirëve? E shpjegoj që ky futboll kaq i shëmtuar për mua, nëse mund ta them fjalën shëmtuar, me kaq shumë pasime, është shumë efikas dhe nuk nevojitet më akti hynor i driblingut që normalisht duhet të jetë, domethënë, përditshmëria e futbollit. Në këtë lloj futbolli kaq efikas, kaq fitues, kaq të rëndësishëm dhe Spanja po na e tregon, do të thotë që mendoj unë një gjë do të thotë që kjo gjë funksionon edhe pa dribling. Pra unë mund të heq Lamine Yamal dhe të vlej Lorenz Gogun jo, po Elvi Sharrën dhe nuk ndryshon rezultati. Kuptimi që pra këtu merr dhe yllin, largoje, nuk ishte Nico Williams, ishte lojtar e pam stratosferik në Evropian. Nuk ishte i dëmtuar, nuk ka rekuperuar siç duhet. Vej Baenën, edhe Baena nuk është, domethënë këto kanë kombëtarja olimpike, kampione olimpike në 2024-ën, medalje argjend kombëtare olimpike në 2020-ën. Unë 19-at kanë 2026-ën fitore evropianin, 2024-ën fitore evropianin, 2019-ën fitore evropianin, 2015-ën fitore evropianin. Edhe këto individ Vin De La Fuente ka qenë 2013-ën që stërvit ekipet zinxhir deri në, domethënë, 19 ishte një kampion dhe me Gjermaninë para 3 ditësh. Po, 2026-ën para disa ditësh tani. Pra këto lojtar, Baena, Porro, Oyarzabal etj, janë lojtarë që vinë nga jo fizionomi, domethënë luajnë dinë të luajnë për mendësh këtë lloj loje. Dhe kjo loj që mua nuk më pëlqen nga ana e spektaklit, me thënë drejtën, pra do preferoja shumë më shumë numrat e Olises, Mbappés, Dembeles apo ku diun të ndonjë lojtari tjetër, ama dhe këtu Lamine Yamal që dje bëri një lojë mesatare, domethënë pa ndonjë moment për tu mbajtur mend.
është një lojtar këtu që në këtë lloj konteksti është 1 nga 11, nuk është Lamine Yamal. Hiqja atë vetë dikë tjetër për mua nuk ndryshon rezultati. Po, duke qenë se përveç pasionit të futbollit, Lorenz, që ke je edhe i fushës biznesit, nga ana biznesit të themi, si e mendon ti le themi se folën për 2 fizionomia, pra pasimi apo driblimi. Pra, e mendon që rasti i Spanjës prodhon lojtarë më të shtrenjtë apo kombëtare ose le të themi kampionate, klube, fizionomi si Franca, Gjermania, ku ka më tepër driblues, le të themi, ose lojtarë individual mbase më të mirë se sa Spanja, nuk po them lojtar pasues. Pra, thon shkurt, si është më mirë qase që të kemi një ekip, le të themi, kombëtar ose lojtarë që luajnë mirë me njëri tjetrin, apo të kemi një fizionomi kampionati që prodhojmë të lojtarë dhe i shesim më shtrenjtë. Të rikujtoj që rasti i Gjermanisë, që një kombëtare që ka vite që nuk po bën mirë, është kampionati i parë që tregton më tepër lojtarë në Premier League, që është kampionati që ka më tepër të ardhura ekonomike. Pra mbi 1 miliard euro transaksione në vit, pra shkëmbime. Pra, si e mendon ti? Pra, nëse ti të ishe president e një federate spanjolle, italiane, le të themi, do merrje fizionominë gjermane, franceze për servitur driblues ose për t'i dhënë hof driblimit apo për të qasur një fizionomi fituese me pasime? Shiko, unë atëre, nëse do të zgjidhja për dëshirën time, se si dua unë që të luhet futbolli, patjetër që unë sapo e thash që jam më pro kësaj të parës, pra jam pro driblingut, pro shpejtësisë, pro bukurisë lojës. Ama patjetër që zgjedhja ime do të ishte e kondicionuar, po themi, nga e kushtëzuar nga vendi se ku ndodhem, sepse normalisht ka një shtet, sidomos nëse flasim për shtete ku futbolli është diçka shumë e rëndësishme historikisht, ne kemi diskutuar dhe herë tjera, për mua ai vend duhet mundohet të ruaj një farë tradite dhe duhet mundohet që të ruaj atë metodologjinë e futbollit vet. Normalisht duke vendosur disa elemente që ta modernizojnë futbollin, po pa humbur ADN-n. Dhe do kisha marrë vendim në funksion të vendit se ku do isha dhe në funksion të karakteristikave tipareve që unë kam tek lojtarët. Spanja mund ta bëjë këtë gjë sepse po ti shikosh, domethënë janë lojtarë që edhe fizikisht domethënë janë më të prirur për këtë lloj lëvizje, Gjermanët ndoshta mund të jenë çik më pak. Francezët mund të kenë, domethënë duke patur parasysh edhe influencën afrikane që ka Franca, patjetër që edhe këta janë fizikisht më ndryshe, kanë tipare të tjera, kanë, si më thënë, elemente të tjerë ku janë të parët, po themi. Por, pastaj, nëse rikthehemi dhe i futemi rezultateve, për momentin, të paktën në rang kombëtar, po edhe në rang klubesh, domethënë ta thash që nga 2008 dhe deri sot nuk besoj se ka patur ndonjë vend, qoftë kombëtar apo qoftë kampionat, që ka dominuar dhe ka imponuar filozofi loje më shumë se sa Spanja. Dhe ki parasysh që të gjithë këto lojtarët, domethënë mendoj që është rasti më ndoshta bashkë me Anglinë, që këta luajnë të gjithë në Spanjë, përveç lojtarëve të Arsenalit që mund ta quaj Spanjë dhe Arsenalin për mënyrën se si është organizuar. Pra dhe Rodrit, okay, po edhe Rodri kujtojmë që ka patur Guardiolën një mentor vitet e fundit që ndoshta e ka rritur si lojtar dhe e ka çuar aty ku është. Edhe Fabian Ruiz prap stërvitet nga Luis Enrique. Pra këto janë të gjithë spanjoll edhe pse luajnë në kampionate të tjera, po janë të gjithë spanjoll në mënyrën se si stërviten çdo ditë, kupton? Saktë, dhe kjo le të themi është një identitet që e implementoi Guardiola dhe vazhdoi u trashëgua dhe sepse siç e the është diçka shumë efektive dhe për mendimin tim pasimi është efektiv, le të themi, të çon në një tretët e fushës kundërshtare më shpejt. Por pastaj aty do të duhet patjetër ai Yamal, ai Williams që do të bësh diferencën dhe patjetër një sistem i tërë shtetëror ose federate e tërë nuk është se duhet të investohet thjesht në pasime, duhet të investohet patjetër edhe në për driblime. E mira është gjithmonë miksimi për t'i dhënë gjithmonë hof talenteve të reja, sepse ka
plot keq interpretime duke parë Spanjën, ai e bën dhe tek U12 dhe aty servit pasaj pasimin dhe nuk servit driblimin, ndërkohë ai që të luan mbrojtës i djathtë nesër mund të luajë winger i djathtë ose i majt, me këmbë në kundër, pra dhe ti le të themi nuk e formon pra është edhe një le të themi një vrejtje që mund të bëjnë trajnerëve ose një alarm le të themi në thonjza që trajnerët do kenë parasysh kur servisin. Dhe duke dalur gjithashtu tek identiteti, që sapo theke Spanja, kemi edhe ekipe që kanë një identitet që e kanë ruajtur, dhe për këtë unë le të themi jam i lumtur që ne kemi përveç ekipeve europiane, pra një ekip si Argentina, e cila në gjysmëfinale ndeshet me Anglinë dhe është një ekip që e ka pasimin, po ka dhe driblimin. Pra, duke u përballur me një ekip si Anglia, një ekip vertikal fizik, me emra gjithashtu potent, si edhe një kundra një, le të themi një mini Francë, le ta themi kështu, me një ndryshim që s'është Mbappé po është Kane, dhe nuk ka pak shpejtësinë përpara, por pjesët tjera pak a shumë, le të themi janë të kompletuara si një mini Francë. Si e shikon këtë përballje? E shikoj nga ana teknike, shikoj një Angli superiore. Pra nëse përsa i përket ndeshjes Francë-Spanjë, ne thamë edhe në episodin e kaluar që për mendimin tonë, domethënë ishte një ndeshje shumë e barabartë në cilësi. Këtu, të them të drejtën, duke patur parasysh edhe sezonin e këtyre lojtarëve, edhe skuadrat se ku këta lojtarë luajnë edhe për çfarë kanë luftuar gjatë këtij sezoni, mendoj që Anglia ka diçka më shumë në përbërje dhe e shikoj si favorite, mund ta them, Anglinë në krahasim me Argentinën. Argentina ka patur rrugtimi i Argentinës deri tani, mendoj që ka qenë shumë fat, shumë episode të diskutueshme vendime të arbitrave 2 dhe shumë të varur nga Leo Messi 3. Dhe mendoj që kur ti ke këto 3 karakteristikat, është mrekulli që ke arritur deri këtu. Dhe në fakt, po të analizosh ndeshjet, Argentina ka vuajtur shumë, sidomos në fazën e eliminimeve direkt kundër kundërshtarëve të vet, që kanë qenë kundërshtarë në disa raste shumë më të dobët se Argentina, dhe këto ndeshje i ka zgjidhur në mos gaboj gjithmonë në shtesë dhe me Zvicrën nuk meritonte të kalonte, domethënë Zvicra ishte superiore ndaj Argentinës dhe diferencën ndoshta e bëri ai vendim i kartonit kuq të lojtarit zvicerian. Mendoj që është pak e çuditshme që ti të luash për kampion bote përsëri pas 4 vitesh me të njëjtën skuadër, me lojtarë që atëherë kishin arritur pak a shumë një maturitet në futboll, sot janë 4 vite më të vjetër. Kjo Argentinë luan me 2 lojtarë që luajnë tek Inter Miami, me gjithë respektin që kam për Inter Miami. Edhe 100 vjet Tribun Suarez. Edhe 100 vjet Tribun Suarez, edhe Beckham. Po nuk e di këtë herë do jetë me këto dy me interesante kjo puna e Beckham, se s'pish kundër, po të shohim a do jetë me Anglinë apo me Messin. Okej. Aty në mes do jetë. Dhe me gjithë atë kuptimin e mirë, e plot që unë kam përsa i përket marketingut edhe parave dhe politikës në futboll, mendoj që Anglia është më e fortë dhe shpresoj që kjo ndeshje të vendoset në fushën e gjelbërt pas një lloj ndikimi dhe mendoj që Anglia do të kalojë. Ashtu është, Anglia ka një marsh më tepër, po mos harrojmë që në futboll ndodh gjithçka, pra ndodh gjithçka, nuk fiton gjithmonë ekipi më i mirë. Kjo është gjithmonë e bukur e futbollit që na lë gjithmonë suspans, kush do fitoj, kush do fitoj. Të gjithë në rrugë sot mëngjes si mua dhe ty, si humbi Franca, po që ndodh, kjo është e bukur e futbollit. Nuk është çudi që Argentina të jetë kampion bote, pra nuk është se në 2022 në Argentina bëri lojë më të mirë në kampionat, Absolutisht. E fitoi. Absolutisht. E fitoi me pak a shumë epokë tek grup lojtarësh, pra tregon që ka një, le të themi, një harmoni të mirë midis tyre.
shumë janë edhe miq përveç se shoh ekipi. Ndoshta kanë harmoninë më të mirë. Është harmonia më e mirë, po nuk është cilësia më e mirë që ka pasur ndonjëherë. Pra unë shikoj cilësi më të mirë Argentina ka pasur para 10 viteve, pra kur Messi ishte edhe në një formë më të mirë, që ishin lojtarë si Higuain apo lojtarë tjerë, Tevez, Dybala, pra ka pasur cilësi më të mirë edhe dinamizëm më të mirë. Këtë vit tek Argentina nuk shikoj vertikalitet fare, domethënë nuk e shikoj edhe vertikalitetin fare, domethënë kjo për shumë arsye, ke gjithmonë Messin, ke Alvarez, që le të themi është një lojtar që e kërkon ftohtësinë, por nuk ka le të themi tempizmin e një lojtari si Mbappé apo si Bellingham, që është gjithashtu një lojtar tepër vertikal. Mendoj se do jetë një ndeshje e luajtur pisët më thonjse nga Argentina. Pra pres Argentinën të bëj Paraguayn jo me faulla, por të bëj në mënyrë loje, pra Paraguayn që bëri lojën dhe Gjermanisë, pra një ekip që mundohet të ulë ritmin, ta çojë lojën aty ku do vetë dhe pastaj të gjejë individualitetet që i ka përpara, sepse është vetëm një mënyrë që ti të kalosh, le të themi, duke shmangur mes fushën, është vetëm një mënyrë që ti dhe shqyr që e ke një Messi përpara, që ecën 5 kilometra në lojë, pra është një lojtar që është i vetmi në këtë botror që ecën mesatarisht 5 kilometra, pra ecën, jo vrapon. Vrapin e ka diku ke 7-8 kilometra, por eficiencën më saj e ka tepër efektive dhe është luks ta kesh, siç është luks mos ta kesh në fazën defensive. Pra, kjo mendoj se do jetë një ndeshje e balancuar për sa i përket mundësive, por e dominuar pak nga Anglia, dhe Anglia kuptohet një Angli më vertikale me një Bellingham që në një kombinacion me Harry Kane, ku Kane vjen të riqet, ai sulmon gjithmonë në zonat boshe midis dy qendërmbrojtësave, është një lojtar, le të themi, si Merino i Spanjës që sulmon gjithmonë topin e dytë, pra është gjithmonë aty në zonë dhe është një lojtar box to box, pra që një lojtar që e bën diku ke 15-20 herë vetë ardhi zonën, dhe kjo është një, le të themi, është gjëja më e mirë, sepse mos harrojmë që kur topi është një krah, është numri 9 që sulmon gjithmonë shtyllën e parë, pra përgjithsisht në varësi të pozicionit mes fushës, wingeri i kundërt sulmon shtyllën e dytë dhe të duan lojtar pastaj ke 11 që nuk mund të vish nëse ti hecën, le të themi, në gjysmë fushën, ti duhet të sprintosh, dhe ato sprinte janë 40 metra. Dhe Bellingham i ka, si më thon, të tijat këtë lloj sprintesh, dhe është gjithmonë ai lojtari që jep edhe një spunt të ekipit, që ekipi e ka besim që ti mund të bësh diçka, ti mund ta nxjerrësh, le të themi, një situat të caktuar, dhe pastaj cilësitë që ka me Harry Kane apo me lojtarët tjerë, me Rice që hap ato topat. Ndryshja e mesfushës më ka impresionuar shumë me anglisë, domethënë edhe ky Anderson që u ble nga Manchester City rreth 130 milionë euro, bashkë me Rice përbëj një dyshe shumë interesante për nga intensiteti, për nga dinamizmi, dhe mendoj që e suportojnë shumë mirë peshën, domethënë barrën e peshës ofensive të Anglisë, arrin që ta bëjnë shumë mirë ekuilibrin edhe në fazë mbrojtëse, po edhe kur sulmojnë. Të kesh pastaj dy lojtarë si Bellingham dhe Kane, që t'jenë edhe, me sa shikoju, në një formë të mirë fizike, për mua është një luks i madh, domethënë edhe këto dy lojtarë kanë marrë mbi supe Anglinë dhe po tentojnë që, domethënë, pas 60 vitesh ta bëjnë realitet atë shprehjen e famshme It's Coming Home, që të shkretët kanë një jetë që e këndojnë, po mendoj që këtë herë më shumë se sa kur janë më afër, dhe siç e thash, shikoj pak më të fortë Anglinë në disa vetëm raport ku ndoshta Argentina për mua është pak më e fortë se Anglia, është portieri. Pjesa tjetër mendoj që Anglia është superiore, sepse më pëlqyen edhe në ndeshjen e fundit të Anglisë, më pëlqyen
lojtarë që erdhën nga Stoli, më pëlqeu shumë ky Spence, mbrojtësi krau që luajti shumë mirë, edhe ky James që u aktivizua, që është mbrojtësi krau i Chelsea-t, që u aktivizua në mesfush, edhe lojtarët që erdhën si Saka, domethënë krijuan, bën diferencën dhe Anglia e ka edhe një stol më duket më prestigjioz në emra dhe në cilësi në krahasim me Argentinën, edhe ndoshta duke konsideruar një ndeshje që kuj dihet mund të shkojë edhe gjatë, edhe këtë herë mendoj që Stoli gjithsesi mund të bëjë diferencën. Po, kujtojmë se është ndeshja e parë e Messit ndaj Argentinës, pra nuk ka luajtur më përpara Messi asnjëherë me Argentinën, pra është një fakt le të themi interesant. Kujtojmë që gjithashtu është një ndeshje që dhe këtu dohet merr edhe një mendimin tënd që është një ndeshje që Argentina përveç dominancës, përveç le të themi avantazhit që ka në kontrollim situatash, mendohet që të luajë edhe me 5 mbrojtës. Pra mund të jetë dhe skema 5-3-2, pra diskutohet si opsion, pra ai 3-5-2 që ti e ke shumë qejf, që kthehet me 5-3-2, por që mendoj që mund të jetë një alternativë në fazën defensive, edhe pse nuk e shikoj zgjidhje, le të themi, këtë gjë për Argentinën, por në një situatë kur ti do të kontrollosh, le të themi, tranzicionin, mendoj se Argentina do ta çojë ndeshjen, le të themi, që ta zgjidhë thjesht me situatën dhe me talentin që ka përpara, por jo me shpejtësinë që ka përpara. Ti si e mendon këtë 5-3-2? Mund të jetë një alternativë, edhe pse Argentina kohët e fundit, domethënë botrorin Argentina e nisi 4-3-3, por me kalimin e ndeshjeve pa që ndoshta kishte pak më nevojë për ekuilibër, edhe për faktin që e tham lidhje me Messin, që në fazën defensive është një lojtar më pak për Argentinën, dhe hoqi një sulmues dhe ktheu në një 4-1-3-2 në fakt. Kjo është skema që Argentina luan sot me Paredes, që është, si më thënë, një mur mes mbrojtjes edhe mes fushës së Argentinës, edhe pastaj me këtë treshen e gregarëve të Messit, ky De Paul, si e kanë tani s'po vjen emrat, Alvarez gjithashtu është Alvarez në sulm, po këto Enzo Fernandez edhe McAllister. Pra u shtua Paredes mes fush dhe u hoqën dorë nga një sulmues, edhe mendoj që me ndoshta gjatë lojës mund të ndryshoj taktikisht edhe në një 5-3-2, por mendoj që si fillim, duke patur parasysh ndoshta nevojën për të patur një më shumë mes fush, mendoj që ata mund ta fillojnë po me këtë lloj formacioni, një 4-4-2 ose më saktë me këtë 4-1-3-2, dhe duke i lënë liri, hapësirë dhe vendimarrje të plotë Messit dhe tjerët që vrapojnë gjithë për të. Por e the shumë mirë, është një ndeshje që Argentina do mundohet ta luajë, për mendimin tim, në episode. Pra Argentina do mundohet që të krijojë goditje dënimi të favorshme, situata të favorshme, episode të favorshme që mund të shfrytëzojë goditjet e Messit apo ndonjë cross të rrezikshëm, sepse kemi parë që edhe në këto inserimet e mbrojtësave dhe të mesfushorëve, pavarësisht se nuk kanë një shtatlartësi, por kanë kohë dhe tempizëm të mirë për të goditur edhe me kokë, edhe për të gjendur aty gjatë këtyre situatave. Prandaj mendoj që Argentina do mundohet shumë që të bëjë një lojë të pisët, një lojë tegër, dhe të marrë sa më shumë episode në favor që mund t'i zgjidhë individualisht. Patjetër, do jetë një ndeshje interesante për ta parë, do jetë tjetër mendoj nga niveli teknik taktik që pam kë Spanjë-Francë, do jetë një niveli që do vendoset nga episodet, për këtu bijem dakord. Por gjithashtu do jetë një ndeshje që gjithë secili do mundohet dhe ka shanse ta fitojë, pra patjetër që Anglia është favorite, le të themi, në aspekt tekniko-taktik, por loja luhet me emocione, luhet me episode, luhet me tranzicione, ka shumë faza loje, luhet me goditje standarde.
Dhe unë i shikoj të dyja, pra kanë të dyja shanset mira për të kaluar. Por unë do e shtroj edhe një pyetje, le të themi të fundit, që nëse një nga këto dy ekipe do arrin të finalen, kë shef më problematike për Spanjën? Anglin. Mendoj që fiziciteti i Anglisë dhe forma e mirë e lojtarëve kyç dhe Anglia për shembull në krahasim me Francën, për mendimin tim ka edhe fizikun e Kane, gjë që Franca nuk e kishte. Ka edhe aftësinë e Kane për të bërë edhe sulmusin, edhe nëntshin, për të zgjidhur situata edhe brenda zonës, po për të bërë dhe Oyarzabalen. E kemi parë. Pra, ndryshe nga Franca, që për mua, domethënë, i mungoi një lojtar që ditë të luajë mirë me shpinë nga porta, Kane e ka treguar që nuk e ka fare problem që të vi deri ke mbrojtja vet për të luajtur topin. Pra, e ke brenda një lojtari ke 3-4 lojtarë. Është një lojtar që top. Po kur humb topi pastaj kthehet në probleme pjesë tranzicion. Dakord, por kam besim pastaj në këtë fazë si the ti, kam besim tek ajo dyshja që fizikisht ndoshta sot kanë diçka më shumë edhe në tipologji lojtarësh, pra Rice me këtë Anderson, në krahasim me Rabiot për shembull, që nuk e ka, domethënë ka ca cilësi të tjera, por ndoshta ka i çik më pak cilësinë e prishjes aksioneve, kupton? Ndoshta Rice dhe Anderson e kanë më si element më të brendshëm këtë gjë. Pra jam dakord, pra po në këtë fazë kam i çik më shumë besim tek freskia e Rice dhe Anderson dhe pastaj tek lëvizjet e Bellingham, sepse e pam që edhe me Belgjikën nuk është se nuk patën vështirësi anglezët, jo me Belgjikën, fal. Spanja me Belgjikën, me Norvegjin. Me Norvegjin, nuk është se nuk patën vështirësi, normalisht edhe ai ishte një ekip shumë i fortë për mendimin tim, domethënë surprizë nuk mund ta quajmë sepse edhe në fazën e eliminatorëve në Evropë bëri një sezon spektakolar, po ishte një ekip shumë i vështirë, edhe Anglia gjithsesi arriti edhe me disa elemente individual, si në rastin e Bellingham që ta zgjidhej neshën. Ama edhe aty, për mendimin tim, Kane, pavarësisht se nuk shënoi, dhe pavarësisht se bëri një punë të pisët, një punë që ndoshta nuk është në ato parametrat që ne jemi mësuar ta shikojmë Kane, që bie është gjithmonë në ndritën e reflektorëve, bëri një punë të pisët për skuadrën, pa u parë shumë nga masiviteti, po duke kriju ato hapësirat që ndoshta i dhanë mundësinë edhe Bellingham pastaj që të inserohet mirë dhe të gjejë atë gol. Ashtu është dhe ka dhe diçka tjetër, sepse unë këtë pjesën e Spanjës, pra lojën pozicionale dhe lojën e pasime, lojën që Spanja të dikton lojë, me çarkullim topi, të çon aty ku do. Ndonjëherë kur luam me ekipe të tilla që janë shumë të mirë dhe ti nuk ke çfarë i bën, sepse pam Francën, por mund shohim Anglinë, mund shohim dhe Argjentinën. E rëndësishme është kuptosh që lojën e pasime që një ekip e bën më mirë se ty, është gjithmonë si ai, si e thënë që bën akullore që ta jep dhe ta rrotullon, pra ti tenton të kapësh lojën, nuk e kap ndonjëherë, kupton? Pra ai turku. Si tek ai turku dhe po çfarë ndodh? Nëse ti rri me durën në xhep dhe ai rrotullon, ai praktikisht nuk bën asgjë gjë, kupton? Ai thjesht luan kënaq me por ndërkohë parat nuk i merr, atë qëllimi që ka dalë për të shitur dhe bëhet shumë e sikletshme kjo pjesë. Dhe Argentina këtë pjesë mund ta bëjë mirë. E bën mirë sepse mund ta di potencialin e vet, sepse ka gjithë kampionatin që po bën atë pjesë. Ndërkohë Anglia di ta bëj, por gjithë problemi është që ti në fazën e saktuar të lojës mos të biesh prej atij qarkullimi, sepse qarkullimi i topit është të tërheqësh presingun. Pra, ai që qarkullon topin e do presingun tonë. Kur ti nuk ja jep, ndonjëherë e ke parasysh ideja që çfarë do bëj tani ose duhet kaloj në vertikalitet. Spanja nuk e ka këtë gjë dhe prandaj mendova që edhe Franca do mundonte ta kuptonte këtë pjesë. E kuptoi deri ku, por pastaj e tërhoqi ajo ideja e prepotencës, e ekipit dominant e gjithë ato me radhë. Kështu që ai ekip si Anglia, si Argentina që do dalë le të themi në finale, duhet kuptoj që në këtë finale
do t'i japësh meritat Spanjës, do qarkulloj topin, dhe ti pastaj do të godasësh vetëm fazat. Dhe këto faza do jenë ato që do jenë më vendimtare, sepse do jetë finale. Asnjëherë nuk kemi parë një finale, le të themi, botërore, përveç atij 2022-shit, që ishte, le të themi, me gola spektakolare, le të themi, por nuk kemi parë ndonjëherë një finale që të jetë e bukur. Që ti të shikosh, ti pe edhe gjysmëfinalen ndje, nivel mesatar. Se tensioni është shumë i lartë. Edhe sot, sepse luhet për fituar. Se që luhet për fituar, patjetër që do mungoj cilësia, kështu që. Megjithatë e mbrëm gjithsesi, me thënë drejtën, Elv e prisja diçka më shumë nga Franca. Qoftë edhe ndonjë lëvizje individuale dhe Olize e morëm sysh. Nuk pati mundësi, po duhet ishte ndihmuar, duhet ishte ndihmuar nga trajneri, nuk u ndihmua ose ndroje, ke mënyrë që ndonjëherë një lojtar ndihmon duke ndruar, nuk është nevojë ta lesh, po ai është një ndeshje që unë nuk e di realisht se po të kisha qenë në vend të shampit, nuk e di se me çfarë kurajo do t'i shkoja arbitrit në fund ndeshjes dhe t'i thoja ankesat e mia. Pra pash një fragment. Nuk e di se çfarë i ka thënë, por me siguri ndonjë pakënaqësi, me ndonjë fall apo mbas edhe me penalltin, që pse se pa VAR apo ku diun se çfarë. Po nuk e di domethënë se me çfarë kurajo një trajner mbas asaj ndeshje me ato lojtarë mund t'i shkojë arbitrit dhe të ankohet. Ndërkohë episodet ishin një themi minutë 20-25, pra u bën gjatë pjesës parë. Nuk shikoj ndonjë, kam lexuar sot, domethënë në lidhje edhe me penalltin. Mendoj që nuk ka diçka për të diskutuar aty. Lexova, dëgjova për një prekje hipotetike të topit me dorë nga ana Lamine Yamal, por nuk më duk fare sikur e ka prekur me dorë, dhe nëse e ka prekur, kujtojmë që pjesa deri ke bluzja, domethënë mund të është e lejueshme. Dhe nuk e di në fakt kush janë këto element që duhen parë tek arbitri, sepse në fakt më duk sikur ai arbitroi një ndeshje mirë. E mirë, ndeshje e mirë, u përfshi pak në sqarimet të tepërta për mendimin tim. Kjo edhe e fryrë sepse origjina e tij, le të themi, po, duhet ta kuptojmë që ai përballë këtyre lojtarëve, domethënë ai mund të ketë patur ëndër që të arbitrojë këtë lojtar. Ai u kontestua sepse origjina e tij, le të themi me background Spanish Folsen, u paragjykua pak nga Franca, por mos harrojmë se njerëzit merren akoma me arbitrin. Problemi është se arbitri sot nuk ka si kompetencë ndonjë penalltish. Pra, ai e vendos patjetër, por nëse tret vari, e qartë. Mbase është më mirë të shikosh se kush është në var, jo kush është në fushë. Dhe kjo është ajo që njerëzit akoma nuk po e kuptojnë, sepse arbitrit dhe ajo kamera që e ka tek syt, shumë kujtojnë se është action kamera, që ti duket sikur po luan ndonjë video game dhe duket cool, e ke parasysh. Po ndërkohë është një diçka që të jepet, për këtë lloj gjëje, por është një diçka që të shikoj dhe çfarë shikon arbitri. Sepse ka pas plot polemika në VAR, pra justifikimet që arbitrat jepnin ishin të tilla që nuk e pash. Sepse kush ka arbitruar ndonjëherë edhe për qef ose kush e njeh dhe profesionin e arbitrimit, është një fraksion sekundi që ti në televizor thua se s'e do penallti, por një fraksion sekundi sikur dora e lojtarit ta bllokojnë atë sekond ose 100 sekondi, fushpamjen ti nuk e shikon. Dhe ka ndodhur dhe mua personalisht kur ndonjëherë kot për qef kemi bërë arbitrin ku dijon 3 herë, 4 herë gjatë jetës time për qef me fëmijët dhe e ke kuptuar se sa e vështirë është dhe si pozicion dhe ky justifikim që nuk e pash vazhdoi u trumbetua më të madhe nga arbitrat dhe kjo kamerë pikërisht është ajo që e vendos që e pe apo nuk e pe, dhe kjo le të themi është edhe një ndëshkim që arbitrave mund të jepet më mbrapa nëse ato justifikojnë me këtë lloj mënyre, dhe është një shtim përgjegjësie dhe kompetencë më e madhe që ka VAR-i. Deschamps ikën nga Franca, domethënë ishte një largim i pritur, domethënë nuk është se erdhi nga kjo situatë, po ishte një vendim që ishte marrë më parë. Pas 14 vitesh, ku ka patur gjithmonë një nga skuadrat më të forta në kompeticionet madhore, ka fituar një botror, një finale botrori dhe tani një vend ose të tretë ose të katërt, varet si do dalë rezultati ndeshjes tjetër. Dhe vjen Zinedine Zidane. Do të ndryshoj gjë për mendimin tënd? Dy menaxher. Ky i dyti më i mirë.
më mirë për edhe çik për peshën e presionit që mban mbi kurriz, një emër le të themi i madh në botën e futbollit sa Deschamps, një personazh me personalitet, një personazh që ka treguar mbase që të luash ndonjëherë thjesht dhe të menaxhosh është po ashtu e suksesshëm se sa të bësh teori nëpër tabela, letra apo laptope, ku ta promovosh ndonjëherë gjën sot është bërë më e rëndësishme se sa ta zotrosh. Dhe ky është pikërisht ai që zotron futbollin e luajtur, futbollin e vërtet, futbollin e njohur nga afër, futbollin që duan ta luajnë lojtarët e ekipeve dhe në fund ditës ky është një personazh që e kupton që futbollisti është një njeri që bën një profesion futbollist. Po ashtu dëshiron që lojtari të kuptojë që trajneri është një njeri që bën profesion e trajnerit. Dhe nëse ti kupton këtë pjesë, pastaj çdo gjë rreth profesionit është satelitore dhe ana humane është ajo që zë pjesën e parë. Dhe kjo është ajo që të duhet një ekip kombëtar. Mbase në klube është një histori ndryshe, ku ajo ideja që çdo ditë, çdo javë është rezultati. Në ekip kombëtar realisht lojtari nuk duhet të vi edhe t'i bëhet koka plot me ide të reja, sepse ato ide i ka gjatë 3 herë ditë ke klubi ku servitet dhe ku luan, por i duhet që të ndjenjë një frymë mirë dhe pastaj ato që di të bëj thjesht implementoj në fushën e lojës, në konstelacion, po ashtu me lojtarët e tjerë, për të arritur pastaj qëllimin e përbashkët, fitoria e ndeshjeve dhe kompeticioneve. E qartë. Kështu që kjo është Lorenz gjithë fizionomia e Zidanit, unë e di që ti e ke pasion numrin 10 të Zidanit të mungon, siç mungon Roberto Baggio, siç mungon Francesco Totti, me radhë ka pesë italianë. Ka qenë futboll tjetër. Kështu që ka qenë futboll tjetër. Unë them që numri 10 tani është bërë i rëndësishëm në botën e trajnimit, sepse numri 10 tregon që ke fantazi, tregon që ke menaxhim emocional kur gjërat nuk shkojnë mirë dhe jo më kot trajnerë më të mirë sot janë ato që kanë pasur numrin 10. Sepse është një lojtar që ka parë lojën në mënyrë tjetër, është një lojtar që ka pas peshë në ekip, ka qenë gjithmonë një lider dhe këtë pastaj ka më kollaj për ta bërë si trajner. Kështu që pyetjes që a duhet ta shpikim prapë numrin 10 apo jo, mendoj se në futboll mbase jo për momentin, por nëse do na duhet një trajner mirë, do na duhet numri 10. Kështu që numri 10 të dashur miq kalon nga fusha e futbollit në stolat e këtyre skuadrave të mëdha dhe erdhi fundi i episodit ton për sot, ashtu sikurse erdhi fundi pak a shumë edhe i botrorit, drejtohemi drejt ndeshjeve të fundit që kanë ngelur në këtë botror kaq të rëndësishëm, duke pritur me kuriozitet ndeshjet e radhës dhe ne do jemi gjithmonë këtu me ju për të komentuar, për të analizuar, për të biseduar dhe për të përgjigjur pyetjeve tuaja, prandaj ju ftoj të na ndiqni në kanalet tona Onside dhe nga unë Lorenz Goga dhe miku im Elvi Sharra për sot faleminderit dhe miru dëgjofshim. Përshëndetje dhe miru dëgjofshim në episodet e radhës. Mos ndroni kanal Onside. Patjetër.